Partitë opozitare nuk heqin dorë nga kërkesa për dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Panço Toshkovskit pas tragjedisë që ndodhi në Koçan. Edhe një muaj pas tragjedisë, thon nga LSDM, Toshkovski jo vetëm që nuk ka dhënë dorëheqje, por edhe sillet sikur ai dhe shefat e tij nuk janë as pak përgjegjës për zjarrin që ndodhi. Deputeti Mileta Leski thekson se nëse ndiqet hetimi, fitohet përshtypja se ngjarja ka ndodhur në një kohë tjetër dhe jo gjatë kësaj qeverie. Не само што не понесе оставка, туку бега од одговорност. Në vend që sot të ankohet në Facebook si ta sulmoj opozita, duhet të jap dorëheqësi minimum akti përgjegjësisë personale. Para dorëheqjes duhet të arrestoj të gjithë 7 shefat për të cilët të gjithë ekspertët në shtet kanë thënë qartë se kanë përgjegjësi të drejtë për ngjarjen. Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski në rrjetin e tij social Facebook sot ka shkruar se sulmet siç i quan ai të koordinuara të BDI-s, LSDM-s dhe siç thot partneri i tyre i ri Levica, treguan se edhe pse gjoja luftojnë kundër njëra tjetrës, qëllimi i tyre i përbashkët është më i fuqishëm se të gjitha dallimet e tyre të dukshme. Nuk sulmohet dikush që nuk përbën kërcënim, sulmohet ai që vërtet ndryshon diçka. Kushdo që nuk pranon të jetë pjesë e sistemit të tyre komod të heqjes, mos ndëshkimit dhe mbrojtjes reciproke, pikërisht për këtë unë këto sulme nuk i shoh si kërcënim, por si kompliment. Edhe vëmëronë mbrojtjet e ministrit të tyre. Përmes një komunikate dërguar mediave, thonë se LSDM e sulmon Toshkovskin sepse ai ka arrestuar, siç thon ata, kriminal që LSDM i ka toleruar. Tash nga proceset del qartë se nuk ka të paprekshëm, shteti së drejtës është i pakushtëzuar. Një hetim i tillë gjithëpërfshirës nuk është zhvilluar asnjëherë më parë në asnjë rast të vetëm, si në aspektin e përfshirjes së të gjitha palëve, ashtu edhe në aspektin e shpejtësisë së të gjitha palëve. BDI thotë se kjo qeveri nuk e njeh përgjegjësinë. Sipas tyre, kjo nuk është vetëm rënje morale e një funksionari, por është fytyra e vërtetë e një pushteti që nuk e njeh kuptimin e përgjegjësisë. Pas një tragjedie në të cilën humbën jetën mbi 60 të rinj, tragjedi që duhet të parandalohej drejt për drejt nga Ministria e Punëve të Brendshme, as ministri, as drejtori i Byros për Siguri Publike nuk kanë dhënë dorëheqje. Përkundrazi, me arrogancë mbulojnë ndështimin e tyre. Tragjedin në Koçan, Dimitar Abasjevi i Levicës e paralelizon me tragjedin që ndodhi në Novi Sad, në të cilin siç thotë ra qeveria, ndërsa Toshkovski nuk e ka ndërmend të dorëhiqet. Ky person i ndëgjueshëm i kryeministrit ka vetëm një detyrë, ta mbuloj hetimin me qëllim që asnjë zyrtar aktual i VMRO-s të mos mbajë përgjegjësi. Prandaj i kemi dorëzuar interpelancë dhe me të do të përballemi në seancën parlamentare. Një ditë më parë, Levica dorëzoi në kuvend interpelancë për ministrin Panço Toshkovskin. Sipas tyre, ai po tenton që të shpëtojë nga përgjegjësia funksionarët e VMRO-DPMN-s.